Nata është mister. Nata është seksi. Nata është e frikshme. Nata është edhe e bukur. Thonë që nata është e vampirëve, prostitutave, policëve, hajdutëve, infermierëve, dashnorëve, heronjve etj. Thonë që natën qyteti merr frymë. Tenton të heq zhulin e ditës, të harroj kaosin e saj. Po ti, çfarë bën gjatë natës? Unë kam një mendim. Nuk ka rëndësi që ke bërë gjatë gjithë ditës. Rëndësi ka që natën të e kalosh me tullë. Zoja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët në Oktapod. Sot data shënon 9 prill 2014. Për mua do jetë një datë shumë e rëndësishme, sepse po filloj një program që personalisht e kam shumë për zemër. Shpresoj që dhe ju t'ju bëhet i afërt, t'ju bëhet një program që t'kaloni mbrëmjet tuaja çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë ora 23:00. Pse Oktapod? Oktapod është një kafshë e cila kafshëdeti e cila shtrin tentakulat e saj. Ky është qëllimi ynë. Qëllimi që të shtrin tentakulat në çdo qelistë të shoqërisë shqiptare për ta kuptuar, për ta njohur, për t'u thelluar, por mbi të gjitha edhe për të zgjedhur diçka. Kështu që unë besoj që nuk keni zgjedhje tjetër. Nuk ka rëndësi që keni bërë gjithë ditën. Natën do e kaloni me mua këtu në Oktapod. Mirë se prisa këtë purë. Kjo, se dhja me vërtet. Faleminderit Osman Sibora dhe Altin për këtë surprizë të bukur. Kjo është puntata e fundit e Oktapod. Mua përgjithsisht nuk më pëlqejnë retrospektiva, nuk më pëlqejnë as të momentet le të them emocionuese. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur personale, kam njohur shumë njerëz, është programi i parë i cili përmbajtësor le të themi me mbi aktualitetin, mbi problemet e shoqërisë shqiptare dhe realisht kanë kaluar shumë personazhe, kemi ndruar shumë formata lloj intervistash, i cili ka qenë dhe qëllimi bazë i këtij programi që neve mos jemi asnjëherë njësoj. Pra, kur ti flet për Oktapodin mos të dish për çfarë po flet. Ky ka qenë bazike, ka qenë kundra rregullave normale, sepse ne një herë donin që njerëzit të shihnin një lloj studio, një herë debat, një herë një rrëfim përpara pasqyrës, një herë në shtratin e dikujt, një herë në një dhomë rrëfimi sikur të ishim te Prifti, apo në një dhomë ku merresh në pyetje si të ishe prokurori. Pra Oktapodi ka qenë një apo jashtë të terren ka qenë një nismë që shpresoj t'ja ketë arritur qëllimit, që të ketë dhënë përgjigje atyre 2-3 pyetjeve që ju ndoshta nuk i keni gjetur në programet e tjera. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e Oktapodit, të gjithë të ftuarit realisht, sepse fundit ata e kanë bërë këtë program. Janë 4 vite të kaluara shumë mirë, me shumë kënaqësi, po ju e dini që s'keni parë asnjë gjë akoma. Kjo është era e fundit që keni bërë gjatë ditës. Natën e kaluat me mua në këtë logo, në këtë program. Atëherë, sot po e mbyll me një ndër personazhet për mendimin tim më të arrin politikës shqiptare, një zonjë e cila meriton vëmendje gjithmonë, jo vetëm në media, po dhe shoqërinë tonë, dhe unë jam i bindur që ajo është në politikë dhe do jetë në politikë dhe duhet të jetë në politikë, sepse pak mendje të mençura ka ngelur vërdall. Ajo është ish deputete, ish ministre e Partisë Demokratike, një zonjë e cila ka gjithmonë gjithçka për të thënë dhe nga e cila mund të mësosh mbi aktualitetin, por mbi gjitha mbi Partinë Demokratike dhe integrimin. Zoja e Zotrin rikthehet në Oktapod, Majlinda Bregu. Mbrëma. Paske dhe puntat po pra, e kemi lënë kështu se djatë. Fakt isha lënë për në fund ato, po ma bën surprizë. Si e? Mirë. Mirë? Ti si e? Mirë, shumë mirë. Vazhdon akoma ti je shumë mirë në martesë? Po. Jo, vazhdoj. Sa kohë ka kaluar? Nuk e di, ti e di kur je martuar. Jo, sa kohë ka kaluar që ishe ti këtu? Besoj pak mbasi je martuar. Kështu që, jo, mirë, mashallah, mirë jemi. Mirë, shqyr. Juve vazhdoni të jeni mirë jashtë, le të themi, jashtë PD-s? Jashtë sallës parlamentit, se thash gabim. Po, besoj që rëndësi kanë të jetë që njeriu të jetë mirë me veten. Pastaj duke shumë mirë me veten, në fakt. Jam e qetë se për fat të mirë politika ta bën dhe këtë ushtrim që pak njerëz e dinë. Është një test karakteri gjatë gjithë kohës. Kështu që të mëson, të kalosh sfidat, përplasesh, të hutohesh, të çohesh, ta shohësh veten pasqyrë, thua unë jam kjo që thonë këta dhe që flasin. Dhe pastaj një ditë duket vetja e dëshpëruar, ditën tjetër çohesh më mirë. Dhe në fakt njerëzit e fortë dalin gjithmonë. Atëherë, po e nisi me një status të gjatë në Facebook.
Partia Demokratike, do lexoj disa pjesë. Partia Demokratike ka depozituar një projekt ligj të firmosur nga një grup deputetësh, i cili parashikon shfuqizimin e datës 20 shkurt si dita e përkujtimit të viktimave dhe përkujtimit të komunizmit në Shqipëri, duke kërkuar që kjo datë jetë data 26 shkurt 1951, si dita ku ekzekutuan pa gjyq 22 intelektual. Kjo ditë kujtohet ndryshe dhe si dita e bombës në oborin e ambasadës sovjetike. Në 26 shkurti është një nga të shumta data të dhimbshme të diktaturës së egër në Shqipëri. U ekzekutuan 5557 burra dhe 450 gra. 26.768 persona u burgosën, 998 vdiqën në kurqeve, 308 persona u çmendën nga torturat, mbi 32.000 u internuan dhe u dëbuan, 1702 persona vdiqën në kampet e punës dhe 11.656 persona u arrestuan dhe ka akoma njerëz cilët kanë nostalgji për komunizmin. Kjo është e tmerrshme, sa pak kemi bërë ne për ta kuptuar realisht komunizmin. Nga këta persona 958 u vranë pa asnjë vendim gjykate. Ajo që nuk bën sens, nuk është siç po duan ta interpretojnë disa media ndryshimi i një ligji të Sali Berishës me një ligj të Lulzim Bashës, është mundimi i tepër se këtu s'ka vend e nevojë për ndonjë krahasim. Ajo që është e turpshme është tallja me dekomunistizimin. Pse duhet shfuqizuar dita simbole 20 shkurtit? Datat përkujtimore nuk shfuqizojnë njëra tjetrën. Pse mos të shtohet në ligj data 26 shkurtit? A është ky problemi më i madh që ka PD-ja sot? Pse Lulzim Basha nuk propozon një projekt ligj për ndaluar depërtimin e institucionet e shtetit dhe për të nxjerrë jashtë sistemit të drejtësisë bashkë me vettingun, vulën e dënime politike para rënies së komunizmit? Në shtator 2017, Lulzim Basha mori përsipër hartimin e ligjit për ndalimin e përdorimit simboleve të komunizmit dhe dënimin atyre që i përdorin sipas modelit gjerman. Çfarë ndodhi me të? Pse nuk u mor vesh kur nga një grupi antikomunist i Bashës, kush i dhuroi 3 votat Gramos Druçi që zgjidhet kryetar parlamentit, nuk do merret vesh kur kjo ka përshtypjen. Shpresoj shumë që dikush nga deputetët firmetar të jetë ngatruar pa dashje në vendosjen e firmës për këtë projekt ligj. Po kjo nuk e lehtëson as pak liderin demokrat intelektual në thonjza, progresist në thonjza dhe antikomunist në thonjza, Lulzim Basha. Është akt i radhës të dashur miq. Kështu nis, hiqen simbolet e partisë në fushat, vritet memoria historike e partisë, shkatërrohet grupi parlamentar, flakit ideologjia, të braktisin shtresat mbështetëse dhe pastaj ngulet tabela në hyrjet së listë së partisë, tok e zanun, ndalohet kalimi. Në fakt nis si një analizë për një datë zakonshme, e vendosur në kalendar, të rëndësishme, por themi thjesht një datë përkujtimore dhe në fund kthehet një lloj le të themi skaneri për të arritur të pojë njëjta tezë si Lulzim Basha po e shkatron për dëm. Pse ky status dhe pse mendoni që është e gjitha në një kontekst e lidhur kjo? Turit, them drejtën, kisha vendosur për një lloj ndërgjegjësimi personal që një farë kohe të ruaja një pozicion më distancuar ose një lloj heshtje. Jo sepse unë jam e shkëputur dhe nuk ndjek për ditë atë që ka ndodhur me politikën shqiptare, por se them drejtën nga një herë të bezdisët dhe vetja duke qëndruar gjithmonë në pozicionin e thënies së gjërave, duke kritikuar, duke u habitur, duke të ardhur keq, duke qeshur me ironi, duke mos i besuar as veshve apo as syve për atë që sheh dhe dëgjon me partinë tënde politike. Megjithatë, kur u zgjova sot në mëngjes, një mik gazetar më çon në një foto në WhatsApp, një nga gazetat shqiptare që kishte nxjerrë këtë projekt ligj. Pra, unë nuk e dija, jam kthyer mbrëm, dhe nuk e dija që projekt ligji, sikurse nuk e din shumë prej nesh, kishte 2 javë depozituar në parlament. Dhe unë e mora vesh nga statusi. Po ta shohësh në fakt duket sikur në fakt Partia Demokratike e ka tërhequr më një herë më pas projekt ligji. Pra ka qenë në një distancë kohore mbase diku rreth gjysmë apo një orë mbas statusit tim. Dhe ka tërhequr, ka reaguar për dhe. Ka reaguar dhe ka tërhequr projekt ligjin duke i quajtur atë një lloj lapsusi dhe duke ia dhënë peshën atij projekt ligji që unë e përmend, projekt ligjit i cili ka nisur vitin 2017 për të ndërtuar një projekt ligj për dënimin e përdërimit të simboleve të komunizmit. Ju e keni parasysh në çdo 29 nëntor, del nga një portret i Enver Hoxhës aty, dalin ca nostalgjik të lodhur edhe të mbaruar. 26.768 persona u burgosën. Dhe përpara bëhet ceremonia zyrtare. Dhe mu duk një tallje e jashtëzakonshme. 20 shkurti nuk është vetëm një datë në kalendarin e shqiptarëve. Është dita që ndau epokat. Dhe është dita e vetme mbase ku gjithë shqiptarët ishin bashkë edhe konsensual. Pra në përmbysjen e diktaturës. Mbas atij momenti filloi ndarja, filloi lufta politike dhe tjerat me radhë. Por data për përmbysjen e diktaturës është një datë unikale dhe një ditë simbol. Dhe unë nuk di në një vend që ta marr kaq me lehtësi kujtimin e datave historike. Në fakt nuk është se jemi një shoqëri
si ajo që the pak më parë që kemi memorie gjatë, apo që bëjmë analiza të thella. Për ndryshe komunizmi apo komunistët nuk duhet kishin puthur më këmbë dhe të kishin pasur këmbë në këtë vend, me çfarë krimesh ka ndodhur. Me një sistem që ka qenë më i egri në të gjithë Europën lindore, të paktën po e po. Dhe unë them që ka qenë një budallik në rast se nuk dua ta quaj kaq veprim politik. Jo, po fundi nuk është. Fundi kështu është. Edhe lehtësia. Nuk e konsideroni budallik. Në fund fare thoni. Më leo ta shpjegoj. Edhe lehtësia me cilën shkohet për të propozuar ndryshimin e një date simbol të përmbysjes së diktaturës në Shqipëri me një datë tjetër. Mund të ketë me qindra data gjatë gjithë viteve të komunizmit në Shqipëri për të kujtuar. Jo vetëm data 26 shkurt. Por mënyra se si është paraqitur projekt ligji, se si janë ftuar deputetët ta firmosin, kakofonia, është dëshmi e tërë e sistemit të kaosit dhe të përçudnimit të simboleve dhe të memorjes historike të Partisë Demokratike. Po ju nuk e shihni si rasti, se këtu bëhet një enumeracion, hiqen simbolet në fushat, pritet memoria historike, shkatërrohet grupi parlamentar, flagët ideologjia, praktikisht. Tani, ku do të arrijë ky Lulzim Basha? Se kemi folur shumë për Lulzim Bashën, po veprim pas veprimi, ndërkohë ju, po themi, kundërshtarët e tij vetëm vinin duke dhe thatë dhe vetë që ndonjëherë dhe vetë thatë bezdisem nga ideja që vetëm flas, vetëm tallem, ndonjëherë bëj ironin, ndonjëherë vjen keq. Ku do të arrijë se tani çdo veprim ka një background politik dhe ka një qëllim politik, kush është në politik. Ku do të arrijë Lulzim Basha? Hipotetikisht marrim të vërteta këtë që thoni ju. Dalim të teza që Lulzim Basha është shitur? Të gjitha gjasat sot janë që i vetmi qëllim i kryetarit aktual të Partisë Demokratike është konsolidimi dhe riformatimi i një formacioni politik të tij, tërësisht të tij, pa patur nevojë as për ideologji, as për grupe mbështetëse, as për atë që thash pak më parë për memorien e partisë. Sepse PD-ja, ne e dim sa të vështirë e ka PD-ja në një terren thellësisht të majt, të vinë në pushtet. Pikërisht për këtë gjë, sepse duke ndjekur një rrugë të tillë, nuk vjen dot kurrë në pushtet, por ka ca njerëz që ju pëlqen dhe pushteti që kanë. Mund t'i duket pushtet mjaftueshëm, sigurisht që ka. Kryetari i opozitës është një zë, ka sigurisht influencë dhe pushtetin mediatik, mos e mendoni se është pa pushtet mediatik. Ai thotë nuk kam ka një influencë, po tani se çfarë thotë dhe nga e vërteta dhe e thëna, pra nga e thëna në të bërësh në mes një lumi tër, në këtë rast ka qëndron shumë si shprehje. Por ajo që nuk arrin do ta kuptojnë gjithë, pavarësisht se shumë prej nesh analizojnë, është cili është qëllimi në fundit. Dhe unë jam e bindur që sot i intereson më shumë që të ketë një grupim dhe një parti e cila le të mos ketë asnjë lidhje me të shkuarën apo me historikun e saj. Mjafton që të jetë një grup që i përgjigjet dhe një grup që nuk i krijon probleme. Pra partia e tij, partia për të menaxhuar, partia e cila mund të përdoret nesër si një metodë biznesi, partia në cilën ndihesh lider edhe hero. Si, në çfarë mund të përdoret partia si biznes? Mund ta sqarojmë mirë se për të përgjigjur kësaj do doja të kthehesha në një moment para të sakoshëm. Ju kujtohet vjet gjatë fushatës para fushatës elektorale, pakti ndërmjet kryetarit Partisë Demokratike dhe kryeministrit të vendit? Sigurisht. Ju kujtohet gjithsesi edhe se si u vijoi ai pakt, pra me emërimin e disa ministrave dhe të disa drejtorëve, të cilët viheshin në fushat me idenë për të mos lejuar burimin e lekëve të përdorej nga Partia Socialiste. Dështoi në ceremonisi. Unë besoj që ishte një moment shumë i pastë pazarit. Pazar. Pra praktikisht, pra ju jeni në tezën që Lulzim Basha e do partin për të fituar para, për të pasur atë pushtet aq vogël, pra Lulzim Basha është i shitur. E do partin për të konsoliduar pushtetin pavarësisht sa i pushtet. Në këtë koncept nuk të sjell kurrë në pushtet për drejtuar qytetarët. Pra Lulzim Basha për pushtet personal. E ka kthyer në një biznes personal. Sigurisht që po. Jeni e bindur për të? Unë nuk e them sot këtë. Jo, sigurisht, po domethënë. Kështu që nuk kam ndryshuar mendim, po nuk e them sot. Pse? Kur mund të ke një forcë madhe që ke potencialin për të ardhur një ditë në pushtet. E po duhet mendoj, dëgjoj, unë nuk i përgjigjem dot kësaj pyetje sepse nuk funksionoi unë kështu. Por për të kuptuar dhe për të përgjigjur kësaj pyetje, duhet pyesni atë që ndjek këtë lloj qasje. E para një herë, unë nuk besoj se Partia Demokratike ose të paktën demokratët sot
një dyshim i cili mundet vërtetohet, por besoj që ka një konsensus ndër gjithë demokratët që asnjëri prej tyre nuk e ndjen veten sot të kënaqur dhe të përfaqësuar në formatin me cilin është sot Partia Demokratike dhe sigurisht edhe nga kryetari aktual i Partisë Demokratike. Ai ka risur një proces zgjedhor brenda partisë. Kjo është procesi. Madje propozoi dhe kundërshtarët e tij të bëhen pjesë Tani, e këtij procesi. Ky është Se nuk ja jepni një shans zonja Bregu të gjithë. Jo, unë dhe besoj dhe shumë kolegë të mit, nuk po i pengojnë rrugën as i kanë vënë shkopinën në rrota dhe as i kanë hequr ndonjë shans Lulzim Bashës. Përkundrazi, edhe ato shanse që shumë prej nesh nuk do donin t'ja linin më dorë, pra i referohem këtu garës së tij në procesin e vetë zgjedhjes si kryetari i Partisë Demokratike, vendosi që duke shkelur të gjitha parimet dhe të gjitha forumet e partisë, ta merrte vetë në dorë, të vetë ngrinte për një periudhë në verë me që ishte shumë nxehtë dhe pastaj të shkonte dhe të vetë zgjidhej përsëri. Pra nuk bëhet fjalë se nuk i japim ne shansin. Shansin nuk ta japin kritikët, demokratët apo njerëzit brenda vetëm forumit të partisë. Shansin ta jep vota. Dhe fatkeqësisht me votë, rezultati i zgjedhjeve të fundit parlamentare ka qenë një rezultat katastrofik për Partinë Demokratike. Tani me që më përmendë rezultati më i keq historik në fakt. Tani me që më përmendë pjesën e zgjedhjeve. Ne kemi diskutuar shpesh herë dhe unë mbaj mend që prej vitesh, të paktën u konfigurua dhe u formulua si tezë mbas zgjedhjeve lokale në Dibër, kërkesa për të mbledhur Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Pra Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike është si thua organi më i lartë legjislativ i partisë, pra kuvendi i Partisë Demokratike. Parlamenti për të mos e ngatruar me kuvendin që do të bëhet mbas sa ditësh. Dhe u quajt një herezi si mund të mbledhej Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur asnjëherë në Partinë Demokratike. Kryesia e Partisë Demokratike është mbledhur pak herë, por në ato herë që është mbledhur, mblodh prapë, po mblidhet vetëm në raste ekstreme, pra jo si një vendim apo një ngjarje e zakonshme. Tani do të bëjmë kuvendin. Nuk ka rëndësi fare procedurat, sepse këto mund të mos i kuptojnë shumë qytetarët, mund të mos i kuptojnë ata që janë të interesuar në politikë. Nuk ka rëndësi fare, ka rëndësi procesi. Sot Partia Demokratike është e përçarë. Sot demokratët nuk kanë besim që leadershipi aktual i Partisë Demokratike i çon drejt një fitorie dhe marrje pushtetit. Ky është qëllimi kryesor i një force politike. Pavarësisht mënyrave se si shkohet dhe tezave se si përcillen dhe formës se si ngjyroset. Zgjedhjet e kësaj radhe, jo vetëm që nuk respektojnë përsëri asnjë nga forumet e statutet, pra statutën e Partisë Demokratike, përsërisin një shkelje të re, por nga ana tjetër janë vetëm një mundësi ose një prezantim dhe rihyrje në skenë për të propozuar diçka që është një farsë më shumë atë që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Ky është problemi më i madh sot. Nuk do të sjellë ky kuvend atë që qytetarët pyesin çdo ditë. A do të ketë bashkim, unifikim, pra një grup kompakt, një parti kompakte brenda Partisë Demokratike? A do të ketë mundësi që të gjithë ata të cilët nuk kanë patur qëllim të tyrin të denigrojnë apo të mos bien dakord me Lulzim Bashën, por nuk kemi rënë dakord me mënyrën se si Lulzim Basha ka kryer funksionin e kryetarit të Partinë Demokratike. Në këto kushte, të njëjtën pyetje e kanë bërë dhe për le të themi kundërshtar të tjerë zoti Basha. Është zgjidhje një parti e re dhe Ja them edhe një herë, nuk ka lidhje me kundërshtarët e zotit Basha. Po më dakord, të mendimit të mënyrës se si punon dhe në përgjithësi, jo vetëm ti, dhe në përgjithësi të leadershipit aktual të drejtimit të Partisë Demokratike. Pra, le të themi është një kryetar që performon keq, është kryetari një grupi parlamentar të Ata kanë qenë kolegët mi dhe unë nuk kam asnjë, pra nuk jam rehat dhe ndjehem komod që të flas për asnjërin prej tyre. Por fakti që një forcë politike, e cila lindi në Shqipëri për të luftuar dhe për mbysur komunizmin, për t'i dhënë mundësi fjalës së lirë, për t'i dhënë mundësi lirisë së mendimit, për të luftuar pushtetin e njëshit në politikë, të katandiset si një forcë politike, e cila me rakon kryesor ka vetëm akomodimin e kryetarit dhe të njëshit, kjo është katastrofike. A është në këto momente e nevojshme krijimi një force tretë brenda djathtës? Këto nuk ta them dot. E kuptoj se pyetja, jo, nuk ta them dot për njerëz. E para sepse unë kam qenë shumë e qartë muaj më parë. Asnjëri prej nesh jam e bindur për këtë, sidomos ata për cilët sot janë edhe në linjën e parë të kriticizmit dhe të përgatitjes së kërkesave për kryetarin e Partisë Demokratike, janë njerëz që kanë qenë Partinë Demokratike dhe para meje. Nuk është qëllimi i krijimi një force të re politike për të përçarë edhe ata pak demokratë që kanë ngelur. Është qëllimi për ta bërë Partinë Demokratike më të mirë dhe atje ku meriton të jetë. Konkretisht, në kushtet që duke e kthyer procesin
e zgjedhjeve në Partinë Demokratike kryesisht në Shina, me votë. Me votë kur? Me votë. Me votë, duke rifilluar dhe duke rikthyer procesin dhe besimin tek vota. Tek vota në zgjedhjen e strukturave drejtuese, tek respektimi i statutit, nuk është çështje letrash. Apo thoni që zoti Basha ka partinë e tij tashmë? E pra. Prandaj po them, mënyra dhe përpjekja e gjithëve bashkë dhe tensioni i krijuar gjatë gjithë këtyre muajve ka të bëjë pikërisht me këtë. Për të mundësuar dhe për të kërkuar dhe për t'i bërë deri në fund shërbimin mbajtjes bashkë të Partisë Demokratike. Mendoni që kjo mund të arrihet? Të paktën janë zgjedhjet lokale përpara. Nuk e di. Nuk di të them të thosha që mund të arrihet, do të gënjeja veten dhe do të gënjeja aty. Nuk e di. Por kjo nuk pengon asnjërin prej nesh që të ketë dëshirë dhe të përpiqet dhe nuk na heq mundësinë asnjërit për të folur. Cili është gjykimi juaj për le të themi Russian Gate të Lulzim Bashës? Para disa muajsh, kjo çështje u shfaq për herë të parë në një nga gazetat investigative të Ballkanit që ishte Birn. Dhe pastaj u harrua prapë për një periudhë kohore. Kam thënë atë kohë diçka dhe vazhdoj ta përsëris dhe i qëndroj po prapë të njëjtës deklaratë. Marrëdhënia financiare, sikurse dhe marrëdhëniet e tjera të vendimarrjes në Partinë Demokratike, nuk janë rezultat i vendimit të grupit parlamentar, të kryesisë apo të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Janë vendime për cilat shumë për tyre, kryetari i Partisë Demokratike është mburrur, siç ishte rasti në zgjedhjet e kaluara për listën e tij të re parlamentare, për konceptin e tij të Republikës së Re dhe kështu me radhë. Pra nuk janë vendime të konsultuara në forume. E njëjta gjë ndodhet edhe për vendimin e pagesës apo të zgjedhjes për lobist apo dhe të pagesave të Partisë Demokratike. Naivitet? Do më thënë, nuk e ka ditur me kë ka të bëj? Unë nuk dua ta, unë nuk dua, nuk ka asnjë gjë rastore. Unë nuk dua ta shoh kështu. Unë them sepse në një moment kur një pjesë e mirë e demokratëve mendonin se kishte një aksion politik i cili i ngrohu deri diku, çadra. Shumë prej nesh nuk ishin dakord. Unë nuk kam qenë dakord për bojkotin e parlamentit dhe për mos pjesëmarrjen në zgjedhje. Shumë nga kolegët e mi që sot nuk janë parlament nuk kanë qenë dakord, sepse mendonim si aktin e parë, por dhe fundor që një forcë politike mund të kryente. Pra bojkotimi i zgjedhjeve nuk ka ndodhur në Shqipëri nga Partia Demokratike as në 97-ën. Të nxjerrë jashtë sistemit, të lënë rrugë, të nxjerrë nga institucionet, e çon vendin drejt një destabilizimi. Pra është shumë e rëndë. Por shumë njerëz ndjeheshin normal, mendonin se tani dhe unë e kuptoj shumë mirë që ai militanti që është më i papunë, më i keq trajtuar, nuk ka nevojë të mendoj shumë gjatë. Mendonte se kjo do të ishte zgjidhje, se tani Lulzim Basha do t'i kthente në pushtet. Pikërisht kjo ndodh. Atje ku nuk ka vend ideologjia më dhe ku funksionon mediokriteti, rendet drejt populizmit. Por ajo që nuk kuptoj sot e kësaj dite është sepse në një moment kur le të themi pjesa dërmuese atyre që kuptojnë politikën, brenda Partisë Demokratike, por jo vetëm, edhe në Europë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo, ishin kundër bojkotit të zgjedhjeve, pse Lulzim Basha duhet të paguante një firmë lobuese për të promovuar se bojkoti i zgjedhjeve ishte pozitiv dhe i sillte diçka të mirë Partisë Demokratike dhe Shqipërisë. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Unë nuk di se çfarë ka ndodhur me pagesat me firmat lobuese. Nuk di sa herë janë paguar, sa kanë qenë kostet e pagesave. Në rast se do të besonim atë çfarë thot media shqiptare apo ajo amerikane që ka botuar artikuj së fundmi, i bie një shumë e madhe. Diku gati $1 milion. Po ti mbledhësh $780,000. Po pra diku, po ti mbledhësh të gjitha shumat. Ky nuk është vendimi i Partisë Demokratike. Ky është vendimi përsëris i kryetarit Partisë Demokratike, i cili ka përgjegjësinë politike, por dhe përgjegjësinë morale, por dhe përgjegjësinë institucionale, të thotë të vetmin variant serioz dhe të vërtet të kësaj skeme financimi. Deri më sot kemi dëgjuar shumë variante. Unë nuk besoj se qëndron asnjëri prej tyre. Por më tepër që nuk ka vënë fjala miqësisht, por nëse më duhet ta përdor për eufemizëm, po e them, miqësisht do t'i këshilloja Lulzim Bashës që këtë radhë jetë shumë serioz me atë çfarë deklaron. Çfarë pasojë mund? Sepse nuk i di pasojat, sepse nuk dua të merrem me këtë pjesë, por nuk dua që pasojat të bien mbi forcën politike e cila sot është mjaftueshmërisht e rrudhur për t'u ndjerë shumë keq. Nuk ka gisht Partia Demokratike në këto vendime. Dhe e përsëris edhe një herë, do doja shumë që një herë e mirë të kishte dhe të mos hynim në hullit ku për herë të parë në Shqipëri të ndodhë që një forcë politike të ketë akuza për financime apo për lidhje okulte nga biznese ruse, mo qoftë edhe sikur të mos jetë Rusia mbrapa.
Edhe kjo mund t'jetë pak e egzageruar mbase. Por qoftë edhe për tendencën për pagesat cilat vinë nga një kompani e regjistruar offshore. Pra, për gjitha këto, ky është një moment shumë serioz. Ky nuk është moment i cili mund të kalojë vetëm me akuza për fake news apo akuza tjera. Është moment serioz se përsëri sepse ndodh për herë të parë, por sepse edhe për herë të parë ka një akuzë e cila e përbalt padrejtësisht Partinë Demokratike në pjesën më delikate që lidhet me korrupsionin në nivelin e lartë, që ka të bëjë me financimin e partive politike. Dhe pse jo, nesër, edhe me pastrimin e parave. Dhe sigurisht që nuk do doja që as Lulzim Basha të dilte keq nga kjo histori. Nuk do doja këtë as për amikun. Dëmtohen të gjithë për njësë. Absolutisht. Dëmtohet vendi, dëmtohet imazhi, Partia Demokratike, sigurisht që dëmtohet edhe ai vet. Për këtë gjë nuk do t'ja uroja askujt që të dilnin dhe të ishin të vërteta të gjitha akuzat. Por, ky është momenti për të bërë transparencë një herë mirë. E qartë. Okej, tani kthehemi pak tek Majlinda jashtë PD-s, se dakord për PD-n flitet dhe gjithmonë Majlinda antare e PD-s është, po nuk është se nuk jemi as kjo borri i PD-s, në fakt, prandaj e kisha thënë atë tokë zanun, ndalohet hyrja se. Si u lën atje? Mund të shkosh atje? Mund të shkoj te kafja, po ku të hyj brenda tek dera dhe ku të shkoj? A ke tentuar të komunikosh me Bashën? Ka tentuar ndonjëherë? Jo. Asnjë ditë? Jo. Jeni shkëmbyer diku në një ambientet përbashkëta? Nuk kemi shkëmbyer. Fare, nuk ke pasur kontakt fare me të. Nuk kemi shkëmbyer. Për mua nuk ka asnjë problem as shkëmbej me Bashën edhe me askënd. Ju po kandidoni për një postë të rëndësishëm në strukturën e BE-s. Këshilli Bashkëpunimit Rajonal është çelur gara për sekretarin e përgjithshëm, garojnë kandidat nga gjithë vendet anëtare të Evropës Juglindore, me styre Kosova dhe Shqipëria, dhe juve sa po doli lajmi, gjithandaj u tha që Edi Rama prap shkurt po merrni llokmën për shërbimin që i bët Ramës për të goditur Bashën, për të dëmtuar Bashën. Tani, si është e vërteta? Tani, që ta mbyllim të pjesën me Bashën, se nuk do doja që të kishte ndonjë flatarime dhe të ndjehej keq as ai edhe të tjerët që mund të jenë ai grupi i ngushtë i atyre yesmenëve që ju duket që po fole keq për kryetarin, ke bërë herezit madhe. Kjo historia e llokmave, e parave, e shoh shumë dhe nga ky grupi i komentuesve që nuk janë pak, në fakt janë një pjesë që janë që paguajnë për këtë. Po se në Shqipëri ka modele gjithmonë kështu dhe janë direkt të predispozuar të besojnë këtë që ka gjithmonë pazar. Unë nuk e ka menduar politika e ka bërë. Dhe këtë e them, e ka bërë politika dhe jo vetëm politika, shoqëria shqiptare në përgjithësi është e njëllosur e korruptuar. Si është e njëllosur ngjyra, domethënë dhe mentalitet dhe mënyra jonë të menduarit është që patjetër ka një shpërblim apo dëmshpërblim dhe që askush nuk është i zoti për të bërë diçka për veten e vet. Turi, unë nuk kam lindur në politik, dhe kur hyra në politik, sigurisht që kisha një jetë profesionale. Pra, unë nuk kam hyrë në politik nga bankat e shkollës, dhe politika... Absolutisht, dhe politika më bëri. Sigurisht që politika më dha mundësi në një eksperiencë më të madhe, ku vitet si ministre e integrimit, ishin vite dhe një shkollë e cila të rrit, ta thash edhe pak më parë, nga një herë të forcon më shumë se ç'duhet, nga një herë të bën dhe më tegër, nga një herë të bën dalësh dhe nga vetja, por gjithsesi është një shkollë e mirë. Që do të thotë që, dhe për më tepër, jam në një moshë nuk mund t'ja toleroj vetes që të rrije dhe të shty ditët vetëm duke lexuar apo duke komentuar për Lulzim Bashën. Me gjithë keqarjen time të madhe për Partinë Demokratike, jam e gatshme që të kontriboj në çdo moment, por sigurisht që nuk pranoj dot pjesën e mospërfilljes, sikurse shpresoj shumë që Partia Demokratike të ketë kapacitete që ta bëjnë atë më të fortë, edhe në rast se nuk është Majlinda Bregu. Por e thash nuk kam as luksin dhe sigurisht kam punuar gjithë jetën dhe nuk mund të toleroj vetes një gjë që të ketë periudha të gjata pauzash, ku sigurisht kjo nuk ka të bëjë vetëm me politikën dhe me parlamentin. Aplikimi për këtë pozicion është kryer zyrtarisht në fund janarit, procesi ka nisur prej kohësh dhe është një proces i cili nuk nis vetëm në datën e aplikimit, por normalisht duhet konsultohesh, të pyesësh, sepse është një pozicion mbaron në fund të prillit këtë radhë. Dhe unë nuk shkoj për të përfaqësuar Shqipërinë në rast se do të fitoj. Do të ishte nder për mua, për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët në rast se pozicion do ta merrte një shqiptar. Por unë shkoj për të përfaqësuar Europën Juglindore, Ballkanin Perëndimor, ndaj dhe në këtë proces vendimi final merret nga 13 ministra të jashtëm të Europës Juglindore plus Komisionin Evropian, dhe në fundit është një përfaqësim që Bashkimi Evropian cakton dikë për drejtuar këtë institucion më të rëndësishëm në rajon. Ishte normale që dhe Partia Demokratike të lobonte që ju të fitonit? E di çfarë më ka bërë kjo periudhë e lobimit dhe këtij ushtrimit, po ja u thosha edhe pak më parë edhe stafit e gazetarëve. Kam kuptuar që
ne jemi shumë të vështirë për të mbështetur njëri tjetrin. Të më drejtën, shqiptarët kanë qenë kështu gjithmonë. Po, vërtet. Është e çuditshme, domethënë, më kujtohet ka një episod shumë bukur, e kam thënë edhe herë tjetër, në një nga veprat e Fishtës, kur takohet Skënderbeu me djallin të është në derë të Parajsës, dhe ku e pyet çfarë ndodha se Shqipërie, dhe Skënderbeu i thot, si janë shqiptarët, i thot djalli, dhe Skënderbeu i thot, janë ashtu siç i don armiku. Më thënë, ne jemi gjithmonë të ndarë, gjithmonë të coptuar, gjithmonë flasim keq për njëri tjetrin. Ndërkohë që ka një unitet i jashtëzakonshëm në rajon për një kandidat të një komësie tjetër. Pra mund t'jem vende që janë vrarë, mund t'jem vende që kanë bërë luftra me njëri tjetrin, dhe kur vjen puna mbështesin njëri tjetrin. Megjithatë, kjo nuk është një gjë që ndodh vetëm sot. Ke kërkuar që të lobohet dhe nga e djatha? Nuk kam bërë asnjë kërkesë. Asnjë kërkesë. Se më takon mua që të bëj asnjë kërkesë. E para. E dyta, e përsëris, është një proces i cili ka një aplikim nominal, pra unë aplikoj në emrin tim, por sigurisht që pastaj i takon vendit nga i cili vjen. Jam, dhe këtë e kam thënë edhe publikisht, në momentin që kam aplikuar, Ministria e Jashtme ka qenë në këtë proces baraz çdo ditë e interesuar për të mbështetur kandidaturën time. Dhe besoj që pavarësisht këtyre mendjeve të mykura që e shohin këtë si një mbështetje partjake, unë nuk besoj se do t'ishte nder për Shqipërinë në rast se nesër do të thoshte unë nuk mbështes kandidatin nga Shqipëria, por mbështes kandidatin kundërshtar. Jo, në fakt do ishte e tmerrshme. Hipotetikisht i fiton. Ai zgjat 3 vjet. Po sa be? Është po fitova. Po. Është mandat 3 vjeçar me drejt rizgjedhje. Me drejt rizgjedhje, pra ti nuk e plan. Nuk e dim. Nuk e dim. Në kokën tënde... E para mund të mos fitoj, ti dhe mund të lutesh që unë të mos fitoj dhe të vazhdoj të jem këtu. Jo, unë e kam tezën time që një ditë nëse një femër, okej, zonja Kryemadhi ka specifikat e veta në atë parti, por në një parti të madhe që nesër pasi se mund drejtoj Shqipërinë, unë mendoj që do ishe ti e dura ta drejtoj me ta kam thënë mbi 2-3 herë që ke qenë këtu, kështu që nuk e fsheh këtë gjë. Prandaj po them ti dhe mund të lutesh. Me sa duket PD-ja do jetë gjatë në Lulbashën në gjykimin tim dhe i bie fiks 3 vitet e ardhshme, Lulzim Basha do jetë, do të s'po bëj Kasandrën, po... Dëgjoj, e di çfarë ndodh nga Fatmirësisht fatkeqësisht do jetë Lulzim Basha në krye të PD-s. Dhe në fakt, i intereson dhe... Do dalë tjetër kund, është një lloj ikje kjo shmangje, përveç se adrenalinës personale për të bërë diçka, se thashë është legjitime, është një lloj lodhje që këtu realisht është bërë e lodhshme. Unë nuk po të mos thosha që edhe ky është një nga faktorët do të gënjeja veten. Sigurisht që politika vjen një moment, dhe sidomos në ngjarjet që ndodhen vitet e fundit, kanë bërë pak më të vështirë raportin e dashurisë me politikën, apo besimin se politika dhe angazhimin politik është gjithmonë i vlerësuar, dhe sidomos kur bëhet fjalë për gratë është gjithmonë i mirëpritur. Nuk ndodh kështu. Dhe mua nuk më duket që kam patur një trajektore të lehtë. Domethënë, vazhdoj kur i rikthehem ngjarjeve, them kam qenë ministrja më e sulmuar, megjithëse isha e vetmja grua në qeverinë e Sali Berishës. Dhe në momentin që mbaroi sulmi nga opozita atëhershme, filloi sulmi apo lufta brenda forcës politike. Për shumë arsye, por ajo që nuk do t'ja fal dot askujt, do në përgjithësi jam njëri që fal kur kuptoj që kam bërë gabim. Por aty ku nuk jam në gabim dhe nuk më duket se kam mbajtur asnjë qëndrim i cili të ketë qenë kundër qëndrimit normal politik apo qëndrimit të drejtë politik, të cilin duhet mbante Partia Demokratike. Mbase për shumë qëndrimet mia i kam paraprirë dhe për këtë kam marrë kosto, siç ka qenë qëndrimet për reformën drejtësi për shembull, apo aty nisi historia e parë sa e ka paguar Edi Rama, do ta bëj ministre. Një verë bëhesha ministre njëre bëhesha ministre para 3 vjetësh, po nuk më gjenin vendin, pastaj deri ditën e fundit vazhdoi prapë kjo histori. Të njëjtin qëndrim kam mbajtur përsëris për reformën drejtësit, të njëjtin qëndrim kundër bojkotit Partisë Demokratike, të njëjtin qëndrim për çeljen e negociatave të Shqipërisë. Je lodhur apo jo? Mbrapa mund të marr dhe gjobën. Ka patur momente dhe edhe jam lodhur. A jam zhgënjur, edhe jam zhgënjur. A ke thënë njërë të shduken fare të fik gjithçka dhe... Nisa të tosha diçka mos ta harroj, se e kam të rëndësishme sepse e kam ndjesi personale. Thash që unë fal atje kur kuptoj që kam bërë gabim. Aty ku jam e bindur që nuk kam gabim, nuk kam ndërmend të fal asnjërin që më ka rënë qafë. Dhe për fisliqe, gjuhurrejtje dhe sulme, të cilat kanë bëjnë me të qenin grua në politik, këtë nuk do t'ja fal askujt. Okej, mirë, ndjesh e pafuqishme tani, do më thënë,
si e ministri, si deputet në Shqipëri, në botë nuk ka se ka në një fuqi të madhe në opinion publik, deputetet jo, po dhe ministrat jo shumë, qytetarët, po të ne këtu janë... Unë them që njeriu fuqinia jep karakteri dhe ja jep personaliteti. Ndihesh më... Jo, absolutisht jo. Nuk kam asnjë, sepse unë nuk i bien më telefonit aq shumë njerëz sa që binin më parë. Nuk më shqetëson fare, unë nuk kam nevojë për shumë njerëz, unë kam nevojë për njerëzit që dua dhe më duan. Kjo nuk më shqetëson fare. Nuk shqetëson. Absolutisht jo. Nuk është adrenalina dhe nuk e shoh fuqinë, jo, nuk e kam lidhur kur fuqinë me pushtetin. Kam qenë e fuqishme mbas edhe më shumë sepse isha figurë publike para se të bashkohesha politikës. Kam qenë pedagoge në një kohë kur mund të kishte më shumë edhe interesa të tjera edhe për gjëra më të vogla nga studentët për të kaluar një provim. Nuk e kam lidhur kurr. Pushtetin e shoh pjesë të karakterit dhe të personalitetit. Mirë ata që nuk e ndjejnë veten të fortë kur shkojnë bien dhe të flenë pastaj. Po mosha. Mosha? Jam krenarisht për pak muaj 24. Krenarisht për pak muaj 24. Dhe çfarë të ka mësuar politika? Çfarë mësimi më i madh që ke marrë se E para qëndron shumë ajo fjala e urtë që është në italisht, po mund të jetë në gjitha gjuhët, nga miq truhet Zoti se nga miq truhen vet. Ky është leksioni më i mirë që t'jep politika. Dhe me armikun e ke lojën shumë kollaj, sepse di e ke në krahun e kundërt, po krijon dhe mekanizma të tjerë se si. Por me këtë pjesën e miqve që të buzëqeshin, që janë hipokrit, që janë servil, dhe pastaj nuk i kontrollon dot kurse çfarë bëjnë mbas krave, kjo është gati normë në politikë sot. Dhe mësimi tjetër është në politik luma i që hyn si vetja dhe del prap si vetja, ose arrin të menaxhojë dhe të qëndrojë gjithkohon si vetja, sepse politika ka momente deliri, ka momente kur rëshket, ka momente kur nuk e di se kush je. A ka pasur një moment të tillë në jetën tuaj politike? Deliri dhe kur ke kapur veten që... Jo, nuk ka patur, dëgjoj, unë i kujtoj vitet e angazhimit fort duke qenë dhe ministre, isha dhe zëdhënëse e qeverisë, si vite shumë, ku nuk isha kohë. Do më thënë, këtë mbaj mend një vërbull të tërë, ku nuk arria të gjeja kohë për veten. Dhe me sa duket kjo ka lënë shumë gjurmë tek unë. Do më thënë, nuk shija dot fëmijët, do më thënë, kisha gjithmonë atë ndjenjën e fajit që po bëja diçka dhe nuk arrija ta ndaja nëse bëja diçka dhe duke egoizëm që po e bëja për veten time, apo në fundit është një e mirë publike e ke vënë veten në funksion të një të mirë publike. Unë akoma vazhdoj të besoj se politika është nobël për faktin se interesin personal e vën shërbim të mirës publike. E kundërta, kur interesin tënd personal e votparin dhe kërkon që e mira publike të përdoret vetëm që të fitosh ti personalisht, kjo është katastrofa ajo çka po ndodh me politikën sot. Por sigurisht që ka patur momente të cilat nuk do doja që t'i përsërisja më sot. Mbase sepse jam rritur, jam maturuar. Për shembull, ka patur momente kur gjua mund të ketë qenë shumë e ashpër, shoh veten ndonjëherë për shembull në një debat televiziv, me ca tonë zëri shumë lart, me ulurima, me shpërfytyrim portreti, me një agresivitet dhe theme të mërshme, me shtrik pas kam qenë, do me ta. Si pas ka duruar. Ke qenë pak. Mirë. Nëse po themi kalojnë vitet dhe pas 20 vitesh, çfarë gjurme do të dohet të lindte Majlinda Bregu në jetën publike? Për çfarë do dohet kujtohej Majlinda Bregu në jetën publike? Nuk e kam menduar këtë raport për të lënë një, ose se për çfarë do doja të kujtohesha, por mua dhe sot për shembull kur më pyesin, ja te nuk e bëre pyetjen, kur më thonë si do të prezantojmë? I them Majlinda Bregu, nuk kam asnjë problem, unë nuk kam nevojë të prezantohem me ofiqe, absolutisht. Prandaj e thash edhe pak më parë, rëndësi ka që njeriu të jetë mirë me veten. Nuk kam nisur të bëj gjëra duke menduar se çfarë do të bëj nesër. Kur në 98-ën mbaj mend që nisa ciklin e parë të emisioneve dhe dokumentarëve kundër trafikimit. Dhe ishte një kurajo shumë e madhe që të shkoja atëherë dhe të ndiqe vajzat e trafikuara shqiptare apo të hyje në domenin e trafikantëve. Ishte dhe më e vështirë se sa sot, se kisha asnjë lloj garancie. Dhe nuk do ta harroj kurrë, kam thënë disa herë, unë isha shtatzan me vajzën, punonim deri në 4:30 të mëngjesit që të bindnin vajzat shqiptare të jepnin intervistë. Dhe kisha momente që isha edhe shtatzania, edhe e lodhur pa gjumë. Dhe nuk e harroj njëra për tyre na thoshte, po do të jap intervistë, jo nuk jap intervistë. Po do të jap intervistë, jo nuk jap intervistë. Dhe kjo gjë shkoi deri një herë nga ora 4 e mëngjesit. Dhe unë lodha kaq shumë në momentin, ishim ulur për të bërë intervistë, thoshte, jo nuk flas pra. E them dëgjoj, do të japësh të flasësh apo jo? Kam gjithë natën që rri duke të ndjekur ty në rrugë, duke pritur që të më japësh një intervistë. Dhe ajo më pa në një moment edhe tha, do vetëm një intervistë kurse mua më ka ikur jeta. Dhe në një moment ti e kupton që ke një lloj ballafaqimi tjetër me realitetin dhe me qenie njerëzore.
Prandaj, nëse ka një gjë për cilën do doja të mbahe shamën, se po flasë për amanetet, lërë qoftë, nëse ka një gjë që do doja të mbahe shamën, do doja të mbahe shamën për njerëzillikun dhe për të qenit social. Mbase edhe sepse i dua njerëzit më shumë se sa i meritojnë nga njerë. Mirë, po i vëm pikën prapë dhe duke shpresuar që ju do e fitoni pozicionin në Këshillin e Bashkëpunimit Aeronal, një pozicioni i cili në fakt na bën nder të gjithë shqiptarëve. Po se fitova, më ke këtu kur të hapësh puntatën tjetër. Dhe jetë gjithmonë kënaqësi. Faleminderit që ishin në Oktapod, ishte Marina Bregu. Faleminderit. Edhe urime për këtë që mbaroj. Suksese për atë tjetrën. Suksese për tjetrën dhe me një vajzë. Faleminderit, edhe çuni nuk është keq. Mirë. Dhe ne do takohemi një herë pas here që të flasim dhe për martesën time se kemi një base që të na shkojë mirë apo jo. Mirë, ishte Majlinda Bregu. Unë ju falenderoj gjithëve. Nuk është se është një mbyllje dramatike kjo, Oktapodit është një mbyllje me konsensus të plotë, kështu që lërini mesazhet, nuk më ka ndodhur gjë, jam si kokra e mollës, do bëj 11 milion gjëra të tjera, kështu që faleminderit për mirëkuptimin, por nuk është rasti i tij që kanë hallë njerëzit se po jam mbylli, nuk ma mbylli njeri. Mirë, publicitet rikthehemi pas pak se s'keni para asgjë akoma.